Naolsi dhe Agasi. Rasti është kjo që familja Rama ka shtërë në dorë të dy klubet, thoni ju? Jo. Aty lahen parat e drogës. Në të dyja. Aty janë kthetrat e mafjes mbi bastet, sportive dhe bastet tjera. Dënoj këtë vërtetari kriminale të familjes Rama dhe tentakulave të saj. Komisionera për zgjerimin Marta Kos bëri një deklaratë lidhur me çështjen Ballukun në Shqipëri, ku tha se Brukseli po monitoron këtë çështje që është në hetim, por gjeti si problem pranimin që shoqëria shqiptare i bën korrupsionit. Keni një përgjigje për zonjën Kos? Faleminderit. Deklarata e komisioneres Marta Kos, një ditë pasi partia e saj fitoi zgjedhjet në Sloveni dhe si s'foli gjerdje, është një deklaratë e mirëfillt, raciste dhe korruptive. Nëse kemi të bëjmë me korrupsion politik apo korrupsion monetar, kjo është çështje e institucioneve të hetimit të Bashkimit Evropian. Por të akuzosh një shoqëri se pranon korrupsionin në një kohë kur mbështet hajdutin me gjithë peshën që ka komisioni, pak me thënë, po ngjet si ortak i tij. Kaq kam për këtë koment. A keni një koment në lidhje me debatet e brendshme të socialistëve, të cilët u bën dje publike përmes replikave në distancë të Spiro Palit dhe Ballës? Debati im është ky, komenti im është ky. Eliza kërkon qiqra në hell. Eliza kërkon në shpellën e mafjes debat të hapur. Pra, kjo shpreha më e butë që mund të përdorja për kërkesat e Elizës. Kërkon debat të hapur për Lubin dhe ja kërkon taos. Ja kërkon taos debatin. Në kohë që e din që Skënderbuçi i saj është kryekput, është të themi lubia me pantallona. E ka shumë të qartë. Ky është komenti. Daniela Maloku, Report TV. 2 ditë më parë nga Partia Demokratike ka dalë një vendim që përjashton nga grupi i këshilltarëve të Bashkisë së Durrësit, nga grupi i Partisë Demokratike të këshilltarëve të Bashkisë në Bashkinë e Durrësit, 2 emra, Dritan Burgion dhe Arlind Boshkun. Sipas reagimeve që këta 2 emra kanë patur në rrjetet sociale, përjashtimi lidhet me një drek që ato kanë patur me Ervin Salianjen apo me mbështetjen tashmë publike që i kanë dhënë atij. Në një reagim tjetër, Partia Demokratike dje sqaroi se bëhet fjalë për shkelje që këta 2 emra kanë bërë duke dëmtuar interesat politike të Partisë Demokratike. A lidhet përjashtimi i tyre me mbështetjen ndaj Salianjit dhe a do të kenë të njëjtin fat të gjithë ata që kanë dalë publikisht në mbështetje të tij, dhe nëse nuk është kjo arsyeja, cilat janë veprimet konkrete që ata kanë bërë, apo lidhjet konkrete që ata kanë patur për fitimet e ndryshme që këta emra kanë patur, që ka sjell edhe përjashtimin e tyre. Faleminderit. Spari, më do të them se këtu
para jush, në mënyrë të përsëritur, por edhe para antarësisë së partisë në Durrës. Këta dy zotëri janë denoncuar nga Sali Berisha për qëndrimet e tyre antistatutore gjatë fushas elektorale dhe qëndrimet si këshilltar të Partisë Demokratike në Këshillin Bashkiak të Durrësit. Njëri kryetar, tjetri këshilltar. Pra, ata që pretendojnë se janë dëshkuar për fjalët, për mendimet, ata mashtrojnë veten dhe mashtrojnë të tjerët. Në mënyrë absolute jo. Por ata të cilët ngatrojnë fjalët dhe mendimet, të cilat në këtë parti kanë qenë dhe do mbeten gjithmonë të lira, me qëndrimet, ata bëjnë një gabim që duhet ta rishqyrtojnë. Nuk ka asnjë lidhje, asnjë deklaratë, se s'mund të më citoj kush një deklaratë të tyre. Më thoni ju mu një deklaratë që ata kanë bërë. Jo. Ata, më falë një minutë. Jo, asnjë deklaratë s'kanë bërë ata. Nuk ka mu një deklaratë për të cilën të them se ata nuk më pëlqen kjo. Çdo njeri është i lirë të bëjë çdo deklaratë që don. Nuk ka këtu, liria mendimit është e garantuar. Por qëndrimet janë qëndrime. Qëndrimet janë qëndrime. Në qoftë se ti, në fushat elektorale në betej, besimin që ta dham, sekretar politik dege,